Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama përpiqet të afrojë pranë opozitës edhe ish të përndjekurit politik të njohur si mbështetës të partive të djathta. Gjatë një ceremonie ku promovua libri Daud Gumenit, i persekutuar në regjimin komunist, Rama tha se edhe pas 2 dekadash në demokraci, pushteti i Berishës nuk u ka ofruar asgjë tjetër veç sorollatjeve. Këto 20 vjet nuk kanë ndihmuar që t'i harrojnë. Përkundrazi kanë bërë për këta njerëz kalimin nga tragedia në fars të një historie që në fakt në thelbin e vet është një histori që përsëritet. Një histori që përsëritet jo më në formën e saj tragjike, por në formën e saj komike. Libri ish të përndjekurit politik Daud Gumeni titullohet Tranzicion apo trashëgimi. Botimi voluminoz është një histori analitike e 2 dekadave të demokracisë, parathënien e të cilit e ka shkruar historiani Pëllum Xhufi.